Mirë, jemi këto momente në një zhvillim të minutave të fundit sa i përket edhe detajeve të përcjellën Report Televizion në fakt, sepse bëhet fjalë për një ngjarje që është regjistruar pas mesnate. 29 vjeçari Ermir Dedja është ekzekutuar gjatë orëve të natës në një atentat në lagjen numër 18 në qytetin e Durrësit. Dhe këto janë pamjet që shohim nga vendi i ngjarjes, që mund t'i shohim në një ekran të plot. Në fakt janë pamjet të mëngjesit të sotëm, sepse ngjarja e theksoj ka ndodhur rreth mesnatës. Do të shohim edhe njoftimin paraprak të policisë. Autorët kanë qenë persona të maskuar, dyshohet pra se pas krimit janë larguar nga vendngjarja duke përdorur një automjet. 29 vjeçari Dedja ka ndruar jetë në spital. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:50 pas mesnate. Kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegun Aldo Mustafa për më tepër detaje. Aldo, mirëmëngjesi dhe të përshëndes. Së pari një panoramë e përgjithshme. Cilat janë detajet e kësaj ngjarje? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Cila ka qenë dinamika? Ju përshëndes, atëherë përsa i përket informacioneve të fundit, në fakt në fakta janë ato pasi është ende një pjesë në tim, por nga çfarë na bëhet me dje deri tani nga drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit, pak pas mesnatës, rreth orës 12:15 minuta, ndodhur një atentat i karakteristikave të kriminalistikës, ndërkohë që duket se kemi të bëjmë me rastin e një personi në shtetasi i cili ka një precedencë të mëhershme penale, duke numëruar këtu disa ngjarje, një person i skeduar nga ana e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit dhe jo vetëm për trafikim droge dhe le të themi ndim personash në atentat për vrasje apo plagosje me dashje. Bëhet fjalë për Ermir Dedja, 29 vjeçari, të cilit është bërë atentat në lagjen numër 18 të qytetit të Durrësit pak pas natës, ndërkohë që deri më tani në informacionet që kemi, ky shtetas është arritur të dërgohet në spitalin e Renal të qytetit të Durrësit, por nuk ka mundur të ndërtoj plagën, ndërkohë që mendohet se kanë qenë mbi 3 persona të cilët kanë kryer këtë atentat, konkretisht në lagjen numër 18 në një prej rrugicave të kësaj lagje, ku një prej shtetasve i maskuar ka hapur zjarr dhe më pas është futur në një automjet i drejtuar në një person tjetër dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes nëpërmjet rrugicave kryqëzore të lagjes numër 18 të qytetit të Durrësit për të larguar pra jashtë qytetit. Por deri më tani në fakt ende nuk është gjetur automjeti i ngjarjes, sa kaq që drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit po kryen edhe sekrecimin e kamerave, pamjeve filmike të bizneseve E kuptoj. kësaj zone dhe verifikimet përkatëse pra për sa i përket zbulimit ndoshta të automjetit, dëgjurimit të itinerarit të personave që kanë hapur zjarr. Aldo, ndoshta jo përmendet, po për të saktësuar viktima e kësaj ngjarje, pra personi që është ekzekutuar, që është bërë atentat, ka pasur precedent penal, të paktën mos gaboj në 2 raste. Cilat janë ato, për çfarë bëhet fjalë? Në fakt, përsa i përket precedentit penal të personit në fjalë, bëhet fjalë për në vitin 2015 të shtetas i ka shitur dozat konsiderueshme droge disa shtetësve të tjerë, të cilët kanë pasur për qëllim tregtimin e drogës drejt Kosovës nëpërmjet doganës së Morinës, më pas është bërë arrestimi i shtetit në operacionin policor të koduar Jupa 1, ndërkohë që në 2010 të përmendet prapë nga ana e dytë të qytetit të Durrësit, pasi ka ndihmuar një tjetër shtetas për kryerjen e një plagosje në zonën e Shijakut, ndërkohë që në fakt në të dyja rastet ky shtetas nuk na rezulton që të ketë vuajtur dënimin gjatë në burg, pra është liruar herët, ndërkohë që siç e thamë, emri i cili nga brute qytetit të njësoj ngjarjesh dhe pjesë e bandave kriminale, siç bëhet me dije nga drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit, ndërkohë që hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të pistës ndodhur mbrëmjen e djeshme, pasi kemi të bëjmë në fakt me një atentat mafioz. Dhe diçka të fundit, detaje për ata që në ndjekin. Nuk di, 29 vjeçari që është ekzekutuar lëvizte në moment kur ndodhi ngjarja me automjet, apo ka qenë duke lëvizur në këmbë dhe nuk di, ka qenë i vetëm apo ka qenë shoqëruar me persona të tjerë, nëse i kemi këto detaje, sepse gjithçka në fakt ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnate dhe po. Në fakt me informacionet që kemi deri më tani, shtetasi në fjalë dyshohet që ka qenë në këmbë në lëvizje në këtë zonë, ndërkohë që ka qenë i ruajtur më herët nga persona të tjerë, të cilët duket se qarkullonin në zonë për
për të verifikuar dritën e rarjen e tij, pra ka qenë një atentat i mirë menduar, ndërkohë që personat të cilët ndodheshin në këmbë kanë njoftuar autorin e vrasjes, i cili ka mbërritur në vendngjarje për të kryer pra le të themi vrasjen ndaj shtetasit 29 vjeçar, dhe më pas janë larguar nga veti i ngjarjes nëpërmjet një automobili i cili drejtohej nga shteta tjetër. Pra siç e thash edhe më herët, duket se ka qenë film në bashkëpunim dhe personi në fjalë është ruajtur nga atentatori. Mirë, faleminderit Aldo për këtë raportim dhe këto detaje, do të kemi tjera kontakte gjatë ditës.